në këto minoritete, azert janë më kryesorë, janë rreth 30 milion. Uroj dhe shpresoj që edhe bota të ndihmoj çlirimin e tyre, sepse regjimi i bazuar në teokraci është një regjim më i rrezikshëm sot. Së dyti, bëj thirrje që këto operacione ndaj Iranit të vazhdojnë, gjerë në përmbysjen e plot. Është e gabuar dhe pa drejt të pritet nga iranianët që të ngrihen e të dalin në rrugë në një kohë kur ata i presin breshritë e mitrolozave dhe topave të regjimit të ajetullave. Ky operacion që ka nis duhet të sos me çdo kusht, me mposhtjen, me çdo çmim të atij regjimi dhe pastaj iranianët në liri do vendosin për fatin e tyre. Zoti Berisha, më 12 mars ju keni paralajmëruar protestë para parlamentit. Kjo protestë, do ketë protestë nga deputetët brenda në parlament dhe më pas i bashkohet protestë që bëhet jashtë? Me 12 mars Shqipëria vjen këtu për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Ju lutem shumë, transmetoni, përcilleni objektin e protestës. Protesta është për dorëheqjen e Edi Ramës. Shqiptarët mblidhen me 12 mars për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Dhe çdo protestë do ketë vetëm një objektiv, largimin, dorëheqjen e Edi Ramës. Brenda parlamentit? Para dite apo pas dite? Ora do të caktohet. Faleminderit. Ora do të caktohet. Por ftoj të gjithë shqiptarë të vazhdojnë betejën tonë për largimin, sepse është shtina e përmbysjes diktaturave dhe diktatorëve. Por këtu në Shqipëri do ta kryejmë vetë. Ti themi sa më shpejt u krye. Faleminderit. Berisha, një pyetje. Në momentin e votimit për shkarkimin e Spiropalit, ju rezultoni se keni votuar kundër. Absolutisht nuk kam votuar fare, një mashtrim i pa skrupullt. Ne s'kemi votuar, as kemi Në sistemin e kuvendit dili që keni votuar por kundër. se çfarë ka bërë sistemi, unë nuk di gjë, unë kam qenë gjithë kohën, siç e ke pati merr kamerën tënde, unë kam qenë në platformë. Që zonja Topalli çka Ke mandatuar zonjës Topalli që të... Jo, kategorikisht. A zonja Topalli s'ka votuar. Po. Me të pse votoi kundër dhe për ju? Po s'ka votuar, jo, ato janë të gjitha Ka shtypur butonin gabim apo? Jo, se ka shtypur, nuk ka qenë fare zonja Topalli aty. S'ka qenë fare, është e tëra mekanizëm i Niko Peleshit, i cili është një person... Ka pranuar këtë gabim, zoti Berisha. Urdhë? Zonja Topalli ka pranuar këtë gabim. Mendoj se kishte komunikuar me të që u ka sqaruar pse ka... Unë s'kam asnjë lloj, unë kam qenë në platformë, zotëri. Nuk kam votuar kur. Unë kam qenë në platformë duke kërkuar fjalën dhe si të pat ju, seanca u ndërpres, sepse nuk u ndërpres seanca, ne vazhduam në platformë sepse ai nuk më lejonte fjalën. Kjo ishte gjithë puna. Por për sa i përket Spiropalit, unë ja dhash përgjigjen asaj, si iku ajo. Ajo ishte kështu. Zoti Berisha që e shkarkoi zonja Balluku, për çfarë arsye? Kush ajo shkarkoi, ajo pu bëj. Nuk është shifte sepse edhe kjo, tani të themi të vërtetën, këta nuk e mbronin atë. Se unë jam, se këta harrojnë, këta kështu, po, aty ku i shef Rama, aty votojnë të gjithë si delet. Kurse në takimet veçanta, absolutisht asnjëri, asnjë mbrojtje, as Rams, as Ballukut. Ja u them unë, me dëshmitar. Dhe këta e kuptuan. Kjo ishte gjithë puna. Nuk flisni. Po jo vetëm Spiropali, as Taulanti, as një fjalë, ja e kam unë, po të flosë, as një fjalë, ulet aty, ata i fare edhe kë ul kokën. Taulanti, ul vesht aty.